Përshëndetje hoxh, kam bërë 2 aborte, një para një viti, një tjetër tani. S'po mundem me pas një fëmijë, edhe pse thot mosh 3-24 vjeçare është. E lusë Allahun e lartësuar me emrat dhe cilësitë e tija të bukura, i cili është i vetmi shërues, i vetmi i cili dëgjon dhe i pranon lutjet e besimtarëve, që ta mundsoj ty dhe çdo motre të ketë fëmijë. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Motër, ti marri 2 llojet e sebepeve, sebepet mjekësore, halal, pastaj sebepet fetare, halal, duke bo dua, duke dhënë sadak, duke u lutë te Allahu, duke bani në hijame, duke bani rukje, të gjitha këto që feja i parashep përmes mësimeve të Kuranit dhe të Sunetit. Pastaj lehe që është ndurë të Allahut. Wallahi, si të ka shku Allahu fuqiplot me pas të fëmijë, nuk ka kush që e nalë. Dije se çka do që të ndodhë, masi ti marrë sebepet, është ma herë për ty. Është ma herë për ty. Mësri ma stresin, të kisha pas, të kisha pas, të kisha pas ata. Ti vetëm kry obligimet e tua prej teje që ka kërkohen. Ato që ka lypën për Allahut leja ati. Ajo është ma i menqër, ma i urtë, ma larkpamës, ma i ditur për ty, edhe ma i mëshirshëm se ti për vetën tane, edhe e di qka është e dobishme, edhe kur është e dobishme me ta qu atë mirësi. Leja që është në tënde Allahut ndorë. Allahut bekoftë.